Në Shqipëri ne kemi ndërmarrë një reformë e cila ka sjellë zhvillime pozitive të rëndësishme në sistemin e drejtësisë, si forcimi i pavarësisë dhe rritja e profesionalizmit të magjistratëve, rritja e transparencës dhe mekanizmave të rinj për të parandaluar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Megjithatë, sfidë kryesore mbetet numri i lartë i çështjeve të mbartura, të cilat kanë shkaktuar jo vetëm vonesa në dhënien e drejtësisë, por edhe drejt për së drejti, duke rënduar mbi qytetarët tanë. Dhe kjo çështje kërkon zgjidhje urgjente dhe efikase. Shqipëria është duke ndërmarrë hapa të shpejtë dhe vendimtar në kuadër të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Procesi i harmonizimit të legjislacionit të brendshëm kërkon angazhimin maksimal edhe të trupës gjyqësor. Gjyqtari nuk është thjesht zbatues i ligjit, por një aktor aktiv në përafrimin e standardeve juridike të vendit tonë me ato të Bashkimit Evropian nëpërmjet jurisprudencës. Garantimi i procesit të rregullt ligjor, rritja e kapaciteteve profesionale dhe interpretimi i normave në përputhje me parimet themelore të Bashkimit Evropian janë thelbësor për një proces integrimi të suksesshëm.